Faleminderit, zoti Demos, zoti Sheha, në mbështetjet 96.5, shprehni lidhur me përgjigjen e ministrit 15 minuta. Zoti ministër, ju mendoni se ne jemi budallënj? Ju mendoni se ne dëgjojmë këtu broshkollat tuaja, si the, pika A, pika B, pika C. Po atë pikën e ke parë atë pikën e vogël sa është bërë? Po si o vin talë shumë në të farë mënyrë njërë? E kuptove për cilën pikë? Kalon në njërë aty e shikon? Ishte park kombëtar ajo. Ajo pika aty. Vini në fizi për pika. Për pika që su bje një. Jeni vjedhur shqiptarët. Për 35 vjetë jeni pasuruar. Dhe vini në thua tani për gjithë ata qytetarë, pika A, pika B që dëshirojnë. Dëshirojnë të marrin një pronë, dëshirojnë. Ti do plotësosh dëshirat? Do i plotësosh ti dëshirat? Me pikat e tua? Me këtë ligj skandalos, korruptiv që keni bërë për të vjedhur? Për cilat dëshira po fletën? Po Luçanën e ke parë? Luçanën ka një dëshirë, Luçana. Mos t'i rëmbet prona. Pse s'ja plotëson dëshirën asaj? Ti që plotëson dëshira, që ju pas keni bërë ligjin paketa e maleve për plotësuar dëshira. Pse s'ja plotëson dëshirën? Po ai djali në Theth, që e larguat nga prona e tij, se kishte bërë një lokal të vogël i shkreti. Pse s'ja plotëson dëshirën atij? Për çfarë dëshira flet njerë? Si guxon e vjen këtu për dëshira? Dëshirat e tua po janë plotësuar. Po, se more pushtet, para, prona pa fund. Ti, të gjithë ju, në këto 35 vjetë, vjen na flet për dëshira. Ti do plotësosh dëshirat. Vajte u mundove bëre ligjin pika 1, pika 2, pika 3 për plotësuar dëshirat e qytetarëve. S'na barkun tani, se s'ka lezet. Nuk ka lezet. Ky është një ligj korruptiv për të vjedhur pronat e qytetarëve. Pasi u mohuat të drejtën e pronës, se nuk u dha certifikatat, tani po bëni ligje për t'ju arrëmbyer. Kjo ka ndodhur. Në rjoll kjo ka ndodhur. 35 vjetë shkretët. Doni një certifikat pronësie. Kjo ishte dëshirë e tyre. Dhe ju ja mohuat. Pse? Po se ju do ta merrit me ushtarin tuaj, me ulajn, me ish drejtorin e hipotekës. Dhe vin këtu e na flet për dëshira. Çfarë po thuar? Ke pirti para se vjen këtu? Çfarë bën? Si vjen këtu e gënjen njerëzit në farë mënyre? I futej një. Po si mund të vish këtu të flasësh në këtë mënyrë? Pika 1, pika 2 do plotësosh dëshira. Po nuk mund të bësh njerëzit për budallënj në farë mënyre. Dhe ti nuk e kupton, dhe ju nuk e kuptoni, që kjo që po ndodh në Shqipëri, janë të rinj dhe të reja që nuk gënjen më me pika 1, pika 2 dhe pika 3, me ministrin që do vi do plotësoj dëshirat e shqiptarëve. Kush ju beson më ju? Si mund t'ju besojnë? Kjo qeveri mblodhi qeverin dhe shpalli investor strategjik bashortin e ministres. Si mund t'ju besojnë më ju? Ju vajtën në Theth, prishët gjithë shka për të hapur, për të krijuar hapësira për projektet tuaja, për prona tuaja. Sa vila ke, zoti ministër? A e thuaj pak. Sa vila ke? Sa prona ke? Por të vërtet ato jo, ato që ke në letra, se ti kujdesesh shumë, si shumë të tjerë. Sa ke ti, se dëshirat e tuaj plotësove? Dhe vine gënjen këtu njerëzit. Kanë dalë në shesh, unë e kuptoj që ju nuk dini, nuk e kuptoni. Çfarë po ndodh? Çfarë është kjo? Ka të bëj me mjedisin? Ka të bëj me pronën? Ka të bëj me dhunën? Jeni të shokuar. Jeni të shokuar. Ne jemi këtu, ju jeni këtu, po ju hallin tani e keni tek ata, si t'ja bëni? Si t'ja bëni të mbyllni protestën, t'i mbyllni gojën? Sepse nuk ju besojnë, nuk besojnë më broshkullat tuaja. Sepse kanë një ëndër, ata janë të rinj, janë entuziast, kanë besim, duan të luftojnë, nuk dorëzojnë, janë të rinj, si t'ja bëni? Nuk e dini nga po ju vjen. Ju duket e pabesueshme. Se pazari ishte mbyllur, ju kishte mbyllur pazarin. Dhe tani jeni të gjithë bashkë, të gjithë në një mendje, të gjithë kundër atyre. Dikush thot që janë, sa thon janë grek, sa thon janë mjeran, të gjithë kundër atyre. Po nuk keni për t'ja dalë, ju nuk e kuptoni, ora dhe regjimi komunist ra një ditë.
Do bie dhe regjimi juaj. I vjedhjes, i grabitjes, do bie, do mbani përgjegjësi, ju nuk e kuptoni. Ose nuk doni ta shikoni. Se nëse deri dje kishit një problem shumë të madh, me drejtësinë që nuk pyet më për asnjë, ju ka marrë një nga një. Tani lajmi kryesor nuk është më përditshmëria juaj tek Spaku. Tani lajmi kryesor janë të rinj, tani keni një problem tjetër akoma më të madh. Që keni njerëzit kundër dhe nuk keni çfarë të bëni. Dhe nuk e prisnin në fakt që gjithçka do ndodhte si pasojë abuzimit me pronat, mojimi i pronës private. Këtë nuk e prisnin. Nuk e prisnin. E troqet, po ja që u kput. Ja që u kput. U kput. Sepse tepruat. Sepse mendoni se kishit gjithçka në kontroll. Ju gënjeu mendja, po kështu ndodh gjithmonë. Kështu bien. Regjimet autoritare të korruptura, kështu bien. Dhe filloni e gënjeni pastaj. Nxirrni bidot dhe nxirri taulantat. Doli taulanti e tha: Agron tha, tapeti kuj tha. Ti ke thënë që ne do të shtojmë tapetin e kuq investitorëve tuaj. Po mor taulant. Me qëra fjala, se tani taulanti me flamurin janë një mendje. Përdorin të njëjtat argumenta, të njëjtët video dhe sulmojnë, nuk shihen më. Po mor taulant, po. Investitori të huaj taulant, dhe ati shqiptarit të ndershëm, po ati të huaj, duhet i shtrojmë tapetin e kuq, të vit investoj. Por ju nuk dini diferencën midis investitorit të ndershëm dhe oligarkut. Ju mendoni se oligarku është investitor, është biznesmen. Po jo, mo taulant. Oligarku është një ajdut që vjedh bashkë me ju. Është ortaku juaj, është prestanome juaj. Ka ndalë përgjime tani, keni ndalë zbuluar. Si thoshte Belinda, se haruat Belindën. Me lumtura e gjithë kjo është Belinda, se pak të sfitë për Belindën. Po vazhdo në fletë drejtësia. Si thoshte Belinda në telefon taulant? Ushtari ynë ulaj. Ushtari ynë po i bëjmë derin e jetës. Ishte kështu apo jo? Pa i nuk është investim taulant. Unë nuk po them të se ju ngatroni. Unë them të shtrim tapetin e kuq investitorit të huaj, që vinë në mënyrë transparente, që respekton ligjin, respekton mjedisin, dhe sjell miliarda euro. A ti po, duhet i shtojnë tapetin e kuq. Por ti mendon se tapetin e kuq duhet i ashtrojmë oligarkut, po ti nuk po i shtron tapetin e kuq ati në fakt. Ju jeni bashk. Ju jeni bashk natën dhe ditën vini këtu. Dhe bëni teatrin. Po tani ju ka dal boja, se njerëzit kanë kuptuar. Ju ka dal boja. Ju ka dal boja, e kanë kuptuar njerëzit që jeni bashk. Nuk ka më taulant. Nuk mbyllni dot, nuk e bëni dot pazarin me ata aty. Nuk e bëni dot pazarin. Nuk e mbyllni dot pazarin me ata, nuk e mbyllin. Saliu ne ke bashk, tani jeni bashk. Saliu jeni bashk tani, jeni një mendje. Jeni një mendje. Ai tha, jeni bashk, tani jeni bashk me Saliun. Tani jeni bashk, nuk të shkon më. E tentuat edhe në këtë seancë tani ta bëni atë teatrin. O Sali fillove ti, o taulant, o Sali, o taulant. Po nuk ju ngjit më taulant. Nuk ju ngjit më taulant. Do vini pragun, do ndryshoni kushtetutën, do kapni drejtësinë, do lë zbuluar taulant. Ata protestuesit nuk vajtën vetëm te Partia Socialiste, vajtën te Partia Demokratike. Po tani si do ja bësh o taulant? Si do ja bëni pa gogolin tani o taulant? Çfarë do ju thoni njerëzve? Ju mungon gogoli taulant. Ju duhet një gogol tjetër. Dhe keni gjetur grekët, serbët, rusët dhe kështu me radhë. Si t'ja bëni tani taulant? Si do justifikoni vjedhjen, abuzimin, grabitjen? S'ka më tani, teatrin tuaj nuk e beson më njëri. Ju ka dal boja. Ka mbaruar taulant. Ju duhet zgjidhje, si t'ja bëni? Me 10 mijëra qytetar kanë dalë në shesh. Kanë kuptuar që ju i keni vjedhur. Dhe u tallin, e keni parë që u tallin. Dhe në thoni tani, doli erdhi Agroni për një reels. Bëri reels. Po ne shqyqysh kemi rrjetet sociale o taulant. Se po mos ishte për ato, nuk do merrte vesh askush se çfarë ndodhi në Zvërnec. Nuk do merrte vesh askush se çfarë ndodhi në terren aty, në bulevard, se ti kontrollon të gjitha. Keni parë çfarë keni bërë tani për media? Turpi i madh. Çdo natë, në çdo ekran, na nxirrni bidon aty dhe vete bido e fillon, jo ato buzi grek,
jo treni serb, kudo i keni nxjerrë të gjithë, i keni nxjerrë të gjithë ata që paguani me lekë të qytetarë, zgërdhiu, i ke zgërdhiu aty te bulevardi, i ke mundoh, i kalon njëra atje. I kalon njëra te bulevardi, i zgërdhiu njëra atje. I zgërdhiu atje, ta mban. Jo, ta mban, i ignoron komplet ata. I ignoron komplet. Kështu që për të kthyer tek ligji, te kjo paketa e vjedhjes së pronave, paketa e maleve siç e keni quajtur, se ju keni dhe fantazin. Kjo është, se aty harxhoni gjitha energjitë e para tona. Ku gjeni mënyra. Është një ligj totalisht korruptiv. Është qesharake mbrojtja që i bëni, pikat që tregoni, sepse ky ligj ka vetëm një qëllim. Ti e di mirë, ti ke qenë kryetari i Bashkisë së Beratit, edhe aty keni bërë çfarë keni dashur, sepse siç kanë thënë der tjetër, këtu vidhen shqiptarët, këtu dhunojnë shqiptarët, po se si vidhni e si i dhunoni ju jashtë Tiranës, është e jashtëzakonshme. Dhe këtë po bëni. Tani nëse paska toka për të dhënë, po ato kanë pronar ata, po s'kan pronar ata? Janë pa pronar. Se thatë, nuk do bëhet një pronë private. Kush ka pronë private në Shqipëri? E dini kush ka pronë private në Shqipëri? Qytetarët e thjeshtë kanë shumë pak. Ju keni prona private. Se ju nuk ka dha certifikatat. Ju prandaj nuk ka keni dhënë certifikatat e pronësisë. Prandaj nuk keni kthyer, që pastaj ti quani prona pa zot. Po si vini këtu e thua, ti thua, ka pronë, nuk është në pronë private. Po kujt është ajo prona? Ne thuaj pak. S'kishte pronar ajo? Para se t'ja merri ti në 44, ose kjo partia e punës, që tani është partia socialiste, s'kishte pronar ajo? Për 35 vjet, ju mohua të drejtën që ta merrnin pronën, tani i thoni, tani doli pa pronar, se kaluan shumë vite. Po i latju pa pronë. Nuk ju a kthyet. Dhe tani na thua, s'ka pronë. S'është pronë private, është pronë publike. Është pronë private që ke me të. Ka një familje aty. Ka një njeri që ka luftuar 35 vjet për të marrë certifikatën e asaj prone. Nuk mund vish të thuash që nuk ka pronar. Po normale që ti nuk ua kthen pronën. Sepse do ta bësh si te rjolli. Do ta bësh si në Thet. Do ta bësh si në gjithë Bregdetin e Vlorës. Do ta bësh si e bët me Xhaçkën. E harruat Xhaçkën? Po Xhaçka si doli pronar aty? E zbuloi Spaku. Bashkë me ish kryetarin e bashkisë, ja kishte dhënë, ai i dha pronën, ju e shpallët njësor strategjik, pastaj ndryu Spaku, nuk e prisni, u kapën. Se ky është problemi. Prandaj nuk jeni të besueshëm ju. Se faktet, nuk i mohoni dot faktet. E harruat apo jo Xhaçkën? Ishte kryetar bashkia ai. Po ti atje në Berat, çka ke bërë? Ke bërë kërdin besoj. Kërdin ke bërë. Kërdin, nuk e marr shpirtin. Pronat as ke pyetur fare. Ju ke marr shpirtin, atyre atje. Atyre atje. I ke rjepur, ti bashkë me ta tjerët. I keni rjepur. Ju keni bërë jetën të pamundur. I keni detyruar të largojnë nga Shqipëria. Ja, po me vërteti, shikon ata 10.000 që janë në bulevard, për çfarë janë ata aty? Nuk janë kundër teje. Nuk janë kundër jush. Nuk janë kundër jush. I keni rjepur. Ju a keni bërë jetën të pamundur. Sa kanë mbetur në Berat? Sa kanë ikur? Pse kanë ikur? Sepse ja keni bërë jetën të pamundur. Ti, bashkë me tjerët, i keni vjedhur.